Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të fokusohemi në aktualitetin politik. Me ne është bashkuar ish deputeti profesori Edmond Spahau. Profesor, shumë faleminderit që jeni me ne dhe pranuat ftesën. Faleminderit për ju. E nisim me protestën. Ju shpeshherë keni replikuar dhe keni reaguar në rrjetet tuaja sociale sa i përket protestës. Si e gjykoni tashmë që ka hyrë në ditën e saj të 82? Po, numri ditëve nuk besoj se është në një gjë signifikative, megjithëse ajo ka pjesën e vet. Madhësia dhe intensiteti i protestës besoj që e portretizojnë atë fare qartë në këtë fund gushti. Protesta po përpiqet me mishe me shpirt të mbahet deri nga shtatori, pasi sipas organizatorëve në shtator do kenë zhvillime të tjera, kanë shpresë që do të vinë studentët, edhe do t'i bashkëngjiten protestës së tyre, si dhe një organizim më të mirë me emigrantët. Nuk besoj që do të kenë sukses në objektivat që kanë për të hequr Edi Ramën, për të rrëzuar qeverinë, për të krijuar qeveri teknike edhe për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Këto as i mendoj që do t'i arrijnë si suksese, sepse s'ka asnjë bazë për të shkuar te to, por mund të ndodhë që në ditë caktuara, për shembull si 26 shtatori që e kanë caktuar si ditë për të mbledhur nga gjithë bota këtu, të ketin pjesëmarrje më të gjerë. Por ecurinë e protestës e shoh si edhe deri tani mbahet gjallë me përpjekje të forcuara nga organizatorët, sidomos ata që janë jashtë Shqipërisë. Qartë, profesor, mendoni që e ka arritur objektivin e saj protesta, mendoni që është kapur nga politika, mendoni që ka eksponent që ndoshta dhe kanë interesat e tyre në atë protestë, apo është e pastër, është qelibar e gjithë ajo iniciativë që kanë, por edhe mesazhi? Protesta është një konglomerat rrymash që nga fillimi. Aty ke politikën shqiptare prezent me të gjitha partitë opozitare, nga ato treja të cilat menduan që e panë si një rast të mirë për të zgjeruar atë pjesën e tyre elektorale, me shpresë që do të kapin votues me qëndrimet që po mbajnë. Dhe këtu futen si partitë e majta ashtu dhe të djathta. Aty brenda ke Partinë Demokratike e cila e pa zonja që ta kryej këtë rol vet. I është bashkëngjitur protestës pas disa luhatjeve, sepse nuk do të ngelet në periferi të zhvillimeve politike. Edhe një pjesë e mirë atyre që protestojnë sot janë militantë Partisë Demokratike. Fillimisht aty pati pjesëmarrës OJQ-sh, njerëz të rrjeteve sociale që sot kanë ikur me pushime në vende të ndryshme të botës. Pati pjesëmarrje nga Prishtina dhe Tetova, nga dy partitë që janë qeverisje, si në Kosovë ashtu dhe në Maqedoninë e Veriut. Ndoshta për të larë sapet që kanë personalisht drejtuesit të tyre me Edi Ramën. Edhe një sër rrymash tjera, por sidomos sorosian, liberal, nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara me mbështetje, dhe veçanërisht me mbështetje nga shtypi i majt botror. Do ishte një organizimi mirë menduar, por që në fundit kur është artificial, nuk mos prit që të prodhojë rezultat. Nuk është se lindi mbi bazën e shqetësimeve të qytetarëve shqiptarë. Jo se qytetarët shqiptarë nuk kanë shqetësime, pafundësisht kanë. Jo se qeverisja e Edi Ramës është qeverisja e mirë. Por kur diçka nxitet dhe nuk
buron vetë nga ata cilët supozohet që ta mbajnë gjallë protestën, të vendosin objektiva dhe të insistojnë për të realizuar, pra ku nuk ekziston ky shtat, detyrimisht protesta do të degenerojë sikurse ka degeneruar. Pa folur këtu pasaj për qëndrime taktike të organizatorëve brenda dhe jashtë, fjalori vulgar, kërkesat ultimative, kërcënimet me giotina, me litar. Tu duhet shoj edhe diçka që një komponent tjetër i protestës janë edhe ishat e Partisë Socialiste. Ata cilët nuk janë më në pushtet në qeverisje për arsye të ndryshme. Rama i ka lënë rrugës dhe këta e shohin veten e shohin protestën si një mundësi për ndoshta një rikthim që për mua më duket utopik. Për të shkuar tek Partia Demokratike pati zgjedhje në Korrik me mbledhjen e Këshillit Kombëtar që u zhvillua. Zoti Berisha tha që ka ndryshuar lëkurë Partia Demokratike dhe është ekipi më i mirë i gjithë këtyre viteve. Ju si e gjykoni si një ish eksponent kryesor, le të themi, e asaj force politike? Po të thuhesh që ka ndruar lëkurë, duhet ndryshosh udhëheqjen. Dhe i pari që duhet ndryshojë është Sali Berisha, sepse humbi zgjedhjet. Dhe i humbi rënd 10 herë më thellë se sa Lulzim Basha, cilin e akuzuam 2021. Të ndroj lëkurë do të thotë të respektosh statutin. Nenin që e prodhove vetë, në rast se drejtuesi humbet, kryetari humbet zgjedhjet, automatikisht është i dorëhequr dhe s'ka drejt të kandidojë. Të ndrosh lëkurë do të thotë të kesh një ekip të ri rreth vetes. Kush është i ri? Flamur Noka? Të gjithë ata që ishin krye të PD-s para këtyre zgjedhjeve i krejt sot në po ato opozicione. Të ndrosh lëkurë do të thosh të krijosh raporte funksionale me ndërkombëtarët, me cilin kanë krijuar. Sot Partia Demokratike është po aq i izoluar sa që ka qenë edhe në periudhën kur Sali Berisha u shpall non grata. Dhe nuk kishte funksion drejtues në PD dhe nuk kishte as vulën dhe as simbole. Të ndryshosh lëkurë do të thotë të dalesh me një program dhe të adresosh shqetësimet që kanë qytetarët. Por shikoni ju se çfarë shqetësimesh ngre Partia Demokratike në ditët e fundit për shembull. E shqetësuar që përse Rama përzuri nga mbledhja kryetarin e Dimanit. E shqetësuar që në Partinë Socialiste ka rënë frika dhe tmerri sepse po hetohen gjithë apo po verifikohen nëse kanë hedhur postime kundër protestës apo jo. Pse majoranca nga tilla gjëra duhet të friksohet. Duhet friksohet nga opozita, nga veprimet politike, nga aksioni politik i opozitës. A këto janë çështjet me cilët merret Partia Demokratike dhe që pretendon që ka ndryshuar lëkurë. Nuk ka ndryshuar lëkurë, është më keq se sa ishte, pasi nuk pranon të reflektoj, shikoj gjendjen ku është, edhe të marrë masa që e të korrigjoj edhe të dalë në krye të zërit qytetar. Dhe më vjen keq ta them në zgjedhjet e ardhshme shikoj një rol edhe më të reduktuar të Partisë Demokratike. Edhe rezultat edhe më të keq se sa në zgjedhjet e 2023 dhe 2025 për pushtetin vendor dhe pushtetin qendror. Mendoni që do të ketë ndryshime në Partinë Demokratike ose më saktë lëvizje me ardhjen e shtatorit, sepse zoti Saljani ka paralajmëruar shpesh që shtatori do të jetë një aksion i madh politik që do ndryshojë dhe fytyrën reale e Partisë Demokratike? Nuk di se si do ta ndryshojnë, pasi këto ngelen në kuadrin e sloganeve, të deklaratave, me aq sa njohun PD-n me konfigurimin që ka sot, edhe me hermetizimin që ajo ka, edhe me qëndrimin mjaft të ashpër ndaj atyre cilët paraqesin kundërshtinë edhe më të vogël për zënjen nga dritarja madje jo nga dera. E shoh vështirë që të ndryshoj PD-ja.
si do ta ndryshosh nga jashtë, pa qenë pjesë aktive e jetës saj brenda. Që gjë më e udhës ndoshta do të ishte që të krijohet një forcë e re politike dhe të punohet gradualisht e me durim edhe me vullnet, sesa të pretendohet që do të ndryshojë PD-ja me aksione që do të ndërmarrin nga jashtë, kushdo qoftë ai. Teksa jemi në këtë pikë, profesor, ju shikoni zgjidhje apo largimi i zotit Berisha dhe një pjesë të kupolës Partisë Demokratike të zgjidhje? Sa kohë tjetë Berisha dhe ky ekip rrotull ti, që janë besnik fanatik ti, për të ruajtur privilegjet e tyre, dhe nuk shoh asnjë ndryshim në PD. Pasi objektivi nuk është që të rrëzohet Edi Rama, objektivi të gjithëve këtyre është përfshirë Berishën të ruajnë statu quo, të ruajnë privilegjet që kanë si opozit, pasi më mirë po ju bie të jenë në opozit, sa të marrin pushtetin e të riskojnë me njerëzit, me qeverisjen e njerëzve. Si e gjykoni gjithë qasin që ka pasur Partia Demokratike në dy reforma të rëndësishme, siç janë ajo zgjedhore dhe ajo territoriale? Tek territoriale kemi një propozim të Partisë Socialiste për reduktimin e numrit të bashkive. Partia Demokratike ka dalë me një version të saj me 100 bashki. Si e shikoni këto lloj ndryshimi dhe këto lloj diskursi që është duke u zhvilluar pikërisht për këtë gjë? Por sa i takon në reformës zgjedhore, do të jetë pazar siç ka ndodhur gjithmonë, që është bërë pazar. Pa dijenin asnjë strukture drejtuese të Partisë Demokratike. Pa asnjë debat brendshëm. Çu ka ndodhur historikisht? Nga sa më mend unë në Partinë Demokratike, ta servirin momentin e fundit me opsionin votoje ose jo. Po të mos sa votosh, merr leckat edhe nga dritarja. Kështu që ka për të ndodhur i njëjti fenomen. Do bëhen pazare në fund si intereson të dy palëve për të përcaktuar një sistem zgjedhor. Se po të kishte seriozitet në ato që po bëjnë, do të fillojë me votimin dhe numërimin elektronik për të shtuar nga këto gangrenat e zgjedhjeve shqiptare, jo vodhen, jo su vodhen, jo manipuluan, jo su manipuluan. Do të duhej që të profesionalizojë administrata zgjedhore. Nuk mund të vazhdohet më kështu me militant. Edhe pas zgjedhjeve ta akuzosh palën tënde, siç ka ndodhur me PD-n, që mi shitën zgjedhjet. Komisionerët e mi më shitën zgjedhjet. Atëherë kur ti nga kështu, prano më mirë profesionist, të cilët në fundit do kenë edhe përgjegjësi ligjore për të. Kështu që nuk pres asgjë nga reforma zgjedhore, duke pas parasysh palët që negociojnë. Shqetësinë në cilët i bëjnë gjitha veprimet. Mungesën e aktivitetit, lënien e një kaje për momentin e fundit, për të vënë përballë faktit kryer. Nëse do ishin serioz, kjo punë do të kishte filluar më herë pas zgjedhjeve të 2025-s. Por duan ta gatuajnë kështu dhe kështu, do ta gatuajnë. Sa i takon reformës territoriale, qasja për mendimin tim është e gabuar. Nuk duhet nisur nga numri i bashkive. Duhet nisur nga funksionet. Çfarë funksionesh do të kenë këto bashki? Çfarë shërbimesh do të japin? Çfarë mundësish financiare kanë për të realizuar këto shërbime? Se ti mund të krijosh një bashki, po marr një emër, Malikin, cilën e njoh. Po resurset financiare janë shumë kufizuara. Nuk janë gjendje të mbajnë as atë administrat që kanë punësuar me paga. Atëherë si do funksionojë kjo bashki? Duke menduar që pushtetit vendor duhet t'i transferohen dhe përgjegjësi tjera. Në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë, një pjesë. Atëherë si funksionojnë? Prandaj duhen bërë analiza dhe hap pas hapi të arrihet tek bashkit, ke numri bashkive që duhet kemi. Ky është i fundit. Dhe nuk është e vërtet që sa më shumë bashkit kemi, aq më i mirë shërbimi, aq më afër qytetarëve.
në dukje po kështu është. Por në fakt shërbimet janë jo cilësore. Dhe pastaj për të shkuar tek propozimi, unë nuk jam gjendje të them që duhen 46, duhen 56 apo duhen 100. Sepse kjo bëhet mbi bazën e analizave nga ekspertët, nga trupat specializuar. Por ditë të them që propozimi për 100 bashki i PD-s nuk është i ri, është i vjetër. Dhe këtë propozim PD-ja e ka hedhur poshtë në reformën zgjedhore të 2014-2015. Që nuk është se po sillin në një gjë të re në tavolinë. Edhe më shumë e shoh si një përpjekje për të siguruar avantazh elektoral, të krijohen disa zona ku disa bashki ku të kesh mundësi që të fitosh për shkak të dominimit të krahut të djathtë, dhe kjo pastaj është ana edhe më negative e reformës territoriale. Si nga e majta ashtu dhe nga e djathta. Nëse synimi është që të krijohen nukle ku fitoria elektorale të jetë kryesorja, atëherë mirë qytetarët. E mirë ne që presim nga këto lloj reformash. Dhe një pyetje të fundit, profesor, ju shpesh reagoni në rrjetet sociale dhe ndesheni me kritika nga më të shumta dhe nga demokratët. Si përballoni këto lloj kritikash? Jeni mësuar apo nuk shqetësohem fare? Qartë. Si në nivelin partjak, ashtu edhe në nivelin personal. Pse? E kam bërë detyrën time kur kam qenë atje në parti, kam folur në forume. Kam folur në forume sikur se e kërkon rregulli i të qenurit jemi në lidhje? Po ju dëgjojm. Pra si kërkon rregulli i të qenurit pjesë e një grupimi politik. Do flasësh në institucione. Dhe nëse institucionet marrin një vendim, edhe në rastin kur ti ke mendim ndryshe, je detyruar të dalësh në publik dhe të mbrosh qëndrimet e shumicës. Dhe unë kështu kam vepruar. Fjalën time e kam thënë për çështje shumë të rëndësishme. Përfshirë për reformë që ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Më pas për reformën territoriale në vitin 2015, 14-15, për djegjen e mandateve që kam qenë kundër, si dhe për mos pjesëmarrjen në zgjedhjet vendore. Ai ka mbrojtur publik. I ka mbrojtur, patjetër i ka mbrojtur. Sepse shumica mendoi që kjo është rruga që duhet djegim. Realiteti tregoi që ishim në një rrugë thellësisht gabuar dhe po e vuajmë edhe sot. Po kështu kam folur gjatë të rithemelimit. Mënyra si u bashkuam ishte e gabuar. Pati reflektim. Kam kërkuar madje edhe të krijohet subjekt i ri politik. Kam kërkuar që të krijohet grupi i ri parlamentar. Ishin dakord. Dhe për këto më nxorën nga dritarja. Në aspektin personal pastaj janë sjellë në mënyrë shumë të pandershme. Pasi kam dalë i dyti në primare në grup parlamentar, jam përjashtuar nga PD-ja bashkë me 4 kolegë tjerë midis Silve dhe Berisha për mbrojtjen e vendosur, duke lënë modestin më janë, për mbrojtjen e vendosur të pozicioneve të rithemelimit, janë përjashtuar janë 50 ditë nga kuvëndi, e për gjitha këto bazuar sistemin e meritës që ngriti rithemelimi dhe që e përcaktoi në statut, mendonja që do duhet të kisha një pozicion tjetër në listën për zgjedhjet e 2025-s. Fatkeqësisht, jo vetëm që kjo nuk ndodhi, por drejtues të rëndësishëm Partisë Demokratike erdhën në Korçë dhe dhanë porosi strukturave që unë të mos votohesha. E ku është faji im këtu? Kështu që për ta përmbyllur, unë jam në pozita krejt korekte me PD-n, si nga ana institucionale, ashtu dhe nga ana personale. Si me Bështën, ashtu dhe me Sali Berishën. Edhe do të vazhdoj të mbaj këto qëndrime sa të ke mundësi. Sigurisht unë nuk është se pretendoj që jam ai që do të bëj ndryshimin, as e kam këtë qëllim, por ajo që është gabim do ta them që është gabim. Dhe ajo që është mirë, sigurisht prapë do të them që është mirë dhe duhet vazhduar kështu.
por deri më sot nuk shoh që ketë lëvizje pozitive në Partinë Demokratike me këtë ekip dhe sidomos me Sali Berishën. Unë mendoj që koha e Sali Berishës është mbyllur, ai duhet largohet, ja hapi rrugën një gjenerate 3 drejtuesish, duke u zgjedhur në mënyrë të principiale, të hapur, pa deformime vullneti të demokratëve, për atë pjesë që më falni për shprehjen, por që leh në Facebook, nuk shqetësohem shumë, ajo është pjesë militante pa kokë e pa tru. Dhe sa do të përpiqesh t'i shpjegosh edhe ta korrigjosh, asnjëherë nuk do të arrish. Kështu që i kam lënë në punën e tyre, le të merren me atë që kanë dëshirë për të bërë. Profesor, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve.